si ndërtuar për prej Albin Kurtit, I cili përveç se është ka sjellja diktatoriale dhe anarkiste kundër sistemit drejtësisë, po të ishte një kryeminist normal, edhe ministri Pici dhe ai do të dilnin sot ta përkrahin aksionin apo bastisjen dhe do të thonin që ne do të bashkëpunojmë me prokurorinë speciale për të zbardhur çdo pretendim për korrupsion brenda ministrisë dhe qeverisë të cilin e udhëheqim ne. Po vetë fakti që kanë çu 240 kallëzime penale tregon se janë për hetime. E perdes e moralit, po do me thonë, hetën am shepër, mos na shep publik që kena desh me vjedha, jo, ata s'po thonë, unë po tham, po zotri, kemi ardhur në një vend. Një qeveri normale dele përkra aksionin e policisë dhe të prokurorisë kur e udhëheq në institucion dhe I thotë do ta ofroj që të gjithë bashkëpunimin tem dhe do të pezulloj nga puna të gjithë zyrtarët e dyshuar. Nëse prokurori vlerëson se qëndrimi tyre në vendin ku dyshohet se ka prova që provojnë një diçka të tillë, atëherë prokurori do të thotë ai që do të marrë veprimet përndryshe derisa prokurori nuk e ndin të rreziku që i cënuar hetime. Nuk del me përkra aksionin, në të bashkëpunojmë me prokurorinë speciale, po del atje në foto te boba I bukës, a ku ishte të buzëqish, kishte unë nuk ni për këtë prokurori. Po kjo është Jo, kjo është paragjykim, jo jeni paragjyku kolegi, jo. Po jo, më ai vend tash ato dash dy kesh për det mirë, po nuk do të çestë kanë. Del ban foto të buzëqish, kishte unë kam 130.000 vota, asoj ka marrë se kur falencie s'ka. Si mund të më po 300.000 vota me ka hojnë më I madh I këtij vendi. Jo, s'ka të bajnë nuk edhe prokuroria nuk do të filloj kalkulime. Po kishte unë kam vota, s'ka çon pa prokuroria mu. Po nuk varet vendimet e prokurorisë prej numrit të votave tas ku. Unë se kam as vot, mirë, po as nuk mund më ka prokuroria se Minister normalisht dosh me lëshu që të komunikohet që po thëmë unë me ko minister, e ti me ko zëvend si jemi ose zyrtar shadol që hadhe për kroa prokurorisë. Zoti Smakiqi mos punguteni se ndoshta pas pak mundet edhe Zoti Peci me reagu në lidhje me bastisit sot. Jo, ka reagu me fotografi nga boba I bukës. Ju e merrni atë fotografi si reagim? Po jemi paragjykim kjo. Është reagim kjo Zoti Aligaj? Kjo është paragjykim. Derisa ministri nuk është duke pengu kërkan. Nuk ka asnjë lloj pengese. Po pse të çoni komunikat? Pse se shojmë ka bastis ministria ka? Ministria ka dalë me komunikat. Në fakt ministria e Policisë ka demantuar artikullin I cili I ka nis këto hetime. Ka treguar mirë detajzuar për çfarë bëhet fjalë. Është në faqen zyrtare madje në Facebook. Po, e kemi atë shkrim ku është demantimi. Pikërisht ku nuk ka vaj fare me zyrat e akës as nuk ka kontrat, me so ka më informacione me akën, me aty për aty. Po mos e merr më borën e pavajësisë do gaz, mos e merr se nuk di kur çka prokuroria speciale është shumë serioze, nuk ka bë bastisë që po mendon ti me një fjalë gruaje. Po ku merr me qenë serioze, na lutem me qenë serioze se ka verifikuar se nuk ka çfarë prokuroria speciale. Kolegë nderuar, ne lutem me qenë serioze jo vetëm prokuroria speciale, po secili nivel I prokurorisë, po edhe çdo mekanizëm tjetër ligjor që vepron në autoritetin e tij. Mirë, kanë qenë verifikuar me kontratat e prokurimit, kanë qenë verifikuar me gjendja faktike para dhe mas. Prandaj prokuroria speciale ka pasur si dyshim të bazuar mirë kur e ka bë bastisjen. Mirë, sa raste të tjera e kemi që kanë dështuar gjykat krejt. Sa raste kemi që kanë dështuar në gjitha nivelet e gjykatës. Kemi me përqindje jashtëzakonisht më që është shqetësuese. Unë po du me thonë, ata zyrtarë që janë bastisë dhe që janë ndalu janë të pafajshëm, me prezumimin e pafajësisë. Mirë, po ministri u dosh me lëshu komunikat që e përkra aksionin e prokurorisë. Kaq, e jo me qitë fotografi si ka u bëj, kështë mu nuk ma ninë, se më keni votu mu, unë tash jam tjoni bo. Vajmë për fotografia kolegu, ati postoj fotografi tonë ditën për nuk e bojmë për prasi qëllim. Po jo, ti vjen pa përgjithshmëri totale, ty tu ka bastis ministria, ti e shkun boba I bukës, edhe nuk ninë për këtë shtetë. Zoti Smakiqi, a nuk është e mjaftueshme në fakt një reagim përmes rrjetit social Facebook në faqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë?